Këto letra janë të pavlera. Kështu them dhe unë. Vërtet e keni? Po mirë, le t'ikim. Po ti Shugo, ç'në këtu? Dhe ti erdhe për të bler letra të lojës së duelit me Përbinça? Por harroje se do të fitosh ndonjë herë ti. Lodhu kot, shkolluaj me shitësen e vjetër. Eja këtu. Do të blesh letra? Ja, këtu. Pra, ty të pëlqen loja e duelit të Përbinçave? Po, por jam shumë i dobët. Megjithëse duhet të bëhemi fort. A e di se çfarë është një duelist i vërtet? Po, sigurisht. Ato janë heronjtë të cilët luftojnë duke vendosur duelin e përbindeshave. Ëndra ime është që të bëhem duelist i shkëlqyer. Kështu që Anka, është mirë të kesh ëndra. Në rregull, do të marr këtë këtu. Ai është Dragoj Zi Sukuq. Në duelin e Përbinçave është një letër legjendare e rrallë, që është në nivelin e Dragojit të bardhë me sy blu. Kartë legjendare e rrallë? Dragoj sy blu sjell fitore, por megjithatë, Dragoj Zi Sukuq nuk sjell fitore, por vetëm potencialin e tij. Por vetëm një që ka kurajo për të luftuar. Kurajo për të luftuar? Duhet të jetë dikush që mund ta bëjë këtë letër me potencial të plotë, por këtë mund ta bëjë dikush që ka kurajo. Sukuqi. Një kartë legjendare. Dëgjoj, kjo është një grumbull me letra që quajnë pako. Nga këtu unë mund të marr 5 letra në dorën time. Dhe pastaj, kur mbaron radha, ne mund të marrim letra në dorën tonë gjithashtu. Kjo është e gjitha. Po e nisi pari, Pterosaurus, rojtari pyllit sulmo tani. Por unë sulmoj me ciklopin. Shiko tani, letrat kanë sulm dhe fuqi mbrojtëse. Pterosaurus, rojtari pyllit, ka 200 pikë më shumë se ciklopi. Por në këtë situatë, Joey fiton. Dhe ato 200 pikë janë zbritur në pikët e mia të jetës. Ne fillojmë lojën me 2000 pikë jete dhe i pari që arrin 0 pikë jete humb duelin. Gjitha çfarë na nevojiten janë letrat e forta? Sipas lojës, në pako mund të kesh gjithashtu dhe letra magjike dhe kurthi. Kur kombinohet, madje edhe një letër e dobët mund të fitoj. E po në rregull atëherë, sulmo tani me këtë. Kur një letër është kështu, atëherë quhet letër në pozicion mbrojtje, dhe nëse letra në mbrojtje hiqet, pikët e mia nuk zbriten. Pra, nëse pikët e mbrojtjes të përbindeshit është më e lartë se sa fuqia e sulmit të kundërshtarit tim, letra nuk hiqet. Seriozisht e ke ti? Ka ende më shumë strategji. Po, kjo duket shumë interesante. Lez vete nëse mund ta bëj këtë? Të herë, provoje me mua, Miho. Si mendon? Po shikoj dhe pak më shumë. Po seriozisht? Çfarë the ti? Ti thua që do humbin kundër teje? Si e di ti këtë kur nuk e luajtur asnjëherë? Friga e humbjes është diçka e keqe. Shugo është një djalë i lagjës time. Duhet i ndalojmë ata sepse i bëjnë bullizëm Shugos. Patjetër që do të humbisje. Sepse un kam letrën e Dragojit Sukuq. Dragoj Sukuq? E pamundur. Gangster, ti nuk e një letër kaq të rrallë. Ai e ka seriozisht. Që nga e vërtetë? Dragoj Sukuq. Po, tani jam më i fortë se çdo kusht tjetër. Çfarë është ky Dragoj Zi Sukuq? Në duelin e përbindeshave, Dragoj bardh sy blu është më i fortë, por kjo letra tjetër është më e rrallë. Dhe Shugo e ka të, por... Ai gjithashtu e sodhi atë, në lojë radje, por ai nuk luajti fare. S'ma pëlqen kjo gjë, vetëm sa i ka një letër të fortë mendon se është më ekspert? Në fakt, me aq sa di unë, Shugo nuk ka fituar ndonjë duel më parë. As edhe një herë? Ëndra ti është të bëhet duelist i shkëlqyer, por ai nuk është në gjendje të zotroj letrat. Pra ti po thuaj që s'ka aftësi? Paka shumë e ngjashme me këtë. Ai ka frikë nga humbja, kështu që Shugo nuk ka si të luajë në të vërtet. Nuk është as pak argëtuese të luash me ty. Sepse nga kjo ai ka frikë të luajë lora me shokët e tij. Por nëse ai ka marrë një letër të fortë, ai duhet të luaj. Ai ka një shans të fitoj. Besoj se miqi do e pranoni. Ai duket mjaft i kënaqur vetëm pasi ka atë.
por me që ai nuk ka bërë duele më parë, ai nuk quhet një duelist. Ti flet si shumë Joy, dhe ti je vetëm një fillestar gjithashtu. Unë jam thjesht një njerëz që më pëlqen të shikoj kënaqësi tek tjetri. Çfarë po thua? Je idiot ti? Ti më the mua idiot? E po cila është mesatarja jote kohët e fundit? Por kjo nuk ishte një pyetje e përshtatshme. Zotëri Kajba, lista e zotëruesve të letrave ndodhet pak më lart. Dragoj Sykuq, një letër ka që rrallë sa po është gjetur. Zotëri, unë e di që ju e hapët këtë qendër me qëllim për të vendosur kurthin tuaj. Sigurisht, dërgoja këtë ftesë të gjithëve këtyre duelistëve që do të them. Dhe gjithashtu, të mos harroni. Po, e di zotëri, dëshironi Yugi moton apo jo? Yugi, ti je vetë një duelist që ke forcën për t'i dhënë fund lojës në një tërheqje. Unë do t'i mbaroj gjërat me ty. Të betohem për këtë. Unë do të jemi parë që do të qëndroj dhe të zëvendin e duelistëve. Të gjithë mendojnë që jam i fort, veç se kam këtë letër. Sa gjatë ta kem këtë letër, unë do të jem një duelist i fort. Asnjëherë nuk kam luftuar. Dragoj Syblu sjell fitore, por megjithatë, Dragoj Zi Sykuq nuk sjell fitore, por vetëm potencialin e tij. Vetëm një që ka kuraja për të luftuar mund ta përdor. Qën ka një ftesë. A? Një ftesë për duelin e përbindëshave. Po, nëse njëri fiton, fituesi mund të zgjedhë një letër nga pakoja e humbësit. Atëherë nëse dikush fiton mund të marrë gjitha ato letra të forta. Por kur do të shkosh, Yugi? Sonte në mbrëmje do të shkoj atje. Sonte? Ha, si nuk më thërriten edhe mua atje. Nuk e di. Jo, ndalo. Shugo. Eja me mua. Nuk dua të shkoj, nuk dua. Hej, pas tër vitës që të bësh rëmbime gjatë ditës? Hej, Shugo, a je mirë? O, ja ma Shugo, ti kërë në turnumentin e duelit të përbindashave dhe nuk je i lejuar të mungosh. Si ka mundësi që edhe ky kalamani pas ka marrur ftesë? Ti bastard. Po njeja me mua. Priti, nuk dush të detyrosh atë kështu. Nuk e ke lexuar letrën ti, është një detyrë që duhet bërë. Asnjë njeri nuk ka të drejtë të mungoj. Nuk mund ta besoj, atëherë as unë nuk do të paraqitem në atë turne. Në fakt, Kajba nuk do e lejoj këtë. Kajba! E kuptova. Kajba qenë ka pas këtij turnamenti. Urdhrat e mia duhen zbatuar nga të gjithë ata që kanë marrë një ftesë për turnumentin. Yugi, dhe ti gjithashtu ke për të ardhur. Yugi, merr Shugun dhe vrapo. Mos e lejo Kajbën të marrë këtë drejtim. Nxito. Ej. Shugo, kam dëgjuar që kohët e fundit nuk po luan më lojra. Po, sepse fitoren e kam të sigurt. Për këtë nuk luaj. Pra ti sot nuk do të marrësh pjesë në turnament. Por a je sigurt që nuk do të luash më lojra? Nuk do të marr pjesë në turnamentin e sotëm. Çfarë do të bëhet me ëndrrën tënde? Për të bërë një duelist? Jam mirë, jam i fort, kam këtë letër. Por Shugo, vërtet këtë mendon? Seriozisht e ke? Unë u gjeta. Yugi, ku ndodhesh? Yugi! Yugi! A je mirë, shoku? Mblidhe veten. Shugos i morën dragonj Sykuq, ndërsa mua misterin e mi vjeçarit. Çfarë? Ai bastardi, vetëm më prisni ju të dy. Do t'i marr ato dhe do të kthehem. Joy, është e rrezikshme të shkosh i vetëm. Karta ime. Patë, unë jam.
pa atë unë jam. Shugo. Ku është ai? Ja ku qenë ka? Ti sportliak! Do të ma paguash? Deri më tani Kaiba kam poshur 10 duelist. Deri më tani ai është i pamposhtëm. Yugi, nxito dhe eja të dy luftosh kundër meje. Joy! A je mirë? Yugi, isha disi vetëm për t'i kthyer gjërat të gjitha mbrapsht. Por ai ka marrë dhe misterin e 1000 vjeçarit. O mos Joy! Nuk kam për t'i haruar metodat e Kaibës. Ai nuk do të bëhet një duelist me vlerë, por dy luftimet me vlerë, por mos mendoni se do të jemi kënaqur që Kaiba ka për të mposhtur. Shugo, çfarë do të bësh? Do të dy luftosh me këtë letër? Apo ke vendosur ta mbash kot tashmë pa bërë as edhe një dy luftim? Unë fatkeqësisht, unë jam i fiksuar. Nëse vë dragojnë si kush dhe humb. Nëse kjo ndodh, unë nuk do t'i jem në gjendje ta rregulloj. Sa më gjatë them që nuk do luftoj. Unë mendoj që jam i fortë. Kjo është pse. Pra ti nuk do të bësh një dy luftues apo jo? Nuk mundet. Shugo, unë nuk të detyroj të bësh duele, por unë do të shkoj. Yugi, unë nuk mund t'i harroj metodat e Kaibës, do të vendos këtë për t'i dhënë fund gjërave tashmë. Kështu duhet të jetë. Hey Shugo, merri letrat e tua. E vetmja gjë çfarë mund të bësh është të shikosh lojën. Shikoj Yugin teksa mund atë bastardin Kaiba. Kaiba edhe një herë pati një fitore të lehtë. Ka ndonjë që mund të ndalë sulmet e tij? Pra ti erdhe Yugi, po të prisja. Duket që më në fund e ndjen veten të përballesh me mua. Kaiba nuk mund të bëj sikur nuk kam para asgjë ku ne ende nuk kemi përfunduar gjërat. Nuk ka mundësi, ky është Yugi? Në fakt kjo është një anë tjetër e Yugit. Tani, le të fillojmë, Kaiba. Mos u nxito kaq shumë, unë kam përgatitur një sistem për betejën midis nesh. Përgatituni tani. Betejë virtuale e sistemit u zbulua në publik sot. 5 letra të dorë shfaqen para tyre. Dhe ndriçimi mbrapa lojtarëve janë pikët e jetës. Tani çfarë do të jetë ky lloj dy luftimi? Dy luftojnë. Yugi është çiduesi, po me çfarë letre do të sulmoj ai? Me këtë. Mallkimi i dragojt në pozicion mbrojtje. Atëherë, unë thërra Zora erë në pozicion mbrojtje. Zora erët ka pikë të ulta sulmi, por ka fuqi mbrojtëse të larta, nëse unë sulmoj pa kujdesi, kam për të shkatruar veten. Pulsi i dragojt të tokës. Çfarë? Pulsi i dragojt të tokës? Po. Kjo letër i jep përbindëshit energji, me këtë fuqia sulmit shkon në 300 pikë. Sulmo Zora në erët, flak ferri! Ja doli! Nëse përbindesh që është në pozicion mbrojtje, nuk më jep dëmtime mua. Ndeshja sapo ka filluar, Kaiba.
Përse asnjë nuk është i friksuar? Nëse unë luftoj në këtë lloj mënyre, tani Kaiba ka vendosur Minotauros në pozicion sulmi. Si do të dalë mban Yugi? Kalorës i erët Gaia, në sulm! Shpata spirale! E marrë të mira, si guxon ti dëmtosh pikët e mia të jetës, Yugi. Por duket që më në fund fitoria ime erdhi. Çfarë? Eja tani, dragoj bardh me syt blu! Shikoje këtë, shpërthim rryme! Oh, mos! Dragoj sy blu, letra më e fuqishme u shfaq. Ai nuk ka shanse të fitojë në betejë 1-1. Çfarë do të bëj Yugi? Magjistari i zi. Një letër si ajo nuk përballet dot kundra sy blus tim. Unë aktivizoj kapelet e ndara magjike. Unë vendos një letër kurthi dhe e mbyll radhën time. Një letër kurthi? Aty janë 4 kapele të ndara. Nëse ti godet magjistarin e zi që është fshehur, pikët e mia të jetës dëmtohen. Por nëse ti godet letrën e kurthit, e di, nuk është e nevojshme ta thuash, sepse unë e di. Shumë mirë atëherë. Sy blu, sulmo kapelen e dur tashmë. Shpërthim rryme! E po shkoj keq. Letër kurthi, mallkimi i kryqit të yllit. Mallkimi i kryqit të yllit ul pikët e sulmit të dragojt tënd. Magjistari i zi në sulm. Ai ja doli, ai e mundi sy blun. Ti harrove që unë kam 3 dragoj të bardhë me sy blu. Çfarë? Po tani çfarë do bësh? Vendos në një letër tjetër, Yugi. Asnjë letër e vetme nuk mund të ndeshet me fuqinë e dragojt sy blu, por unë nuk kam asgjë në dorën time që mund të vendos tani. Kalorës i elf në pozicion mbrojtje. Yugi. Unë kam pritur një kohë të gjatë që të të mposh ty. Dhe kjo gjë do të bëhet realitet. Shiko, letra ime e fortë përfundimtare do të mposh ty. Tani, zinxhirët e lig. Zinxhirët e lig? Dhe vendos letrën e rilindjes. Unë mund të thërras sy blun tim të parë. Dhe gjithashtu, vendos një nga dora ime. E pamundur. Tre dragoj të bardhë me sy blu. Zinxhirët e lig lidhen me 3 përbindësha të njëjit. Ai lejon që të 3 të jenë në fush. Sy blu të mi sulmoni. Shpërthim rryme. Tre dragoj të bardhë me sy blu, ky tip është i pabesueshëm. Tashmë mbaroj. Përbindëshim është Kastori, në pozicion mbrojtje. Çfarë bën ai spurdhjak? Shkoni sy blu të mi. Ti s'më mposh dot, pa marrë parasysh se çfarë do të bësh. Tani Yugi, tërhiq letrën tënde, unë vetëm do të shkatërroj letrat që do të vendosësh. Kjo është
Ha? Është e padobishme. Ai po humb. Nuk mund të shikoj më shumë. Mos u largo. Por është e padobishme. Ai po humb. E po kjo është edhe loja jote, Shugo. Shiko atë letër që ai tërhoqi. Gjaku im është mbi të. Ai është Sykuqi yt. Ti po gënjen, por ja dhash unë letrën kur pakoja jote ra në tokë. Përse? E di që është pak e vështirë ta them, por nuk mund të shoh ty kur pretendon të bësh duelist kur nuk e du luftuar as edhe një herë, Shugo. Mjaft e mbajt atë letër duke e ndërruar, Shugo. E kuptoj. Joy dëshiron që Shugo të luftoj, por ai gjithmonë ka frikë brenda vetes. Unë thërra skeletin lajmëtar në pozicion mbrojtës. Skeleti lajmëtar është letra më e fuqishme e lloj demon, por nuk matet me sy blun tim. Shkatërroje, shpërthim rrymë. Gremlin në pozicion mbrojtje. Mjaft me lëvizjet e tua të kota. Sulmoni. Ai nuk po vendos Sykuqin. Po, e vërtet. Yugi nuk do ta vendos atë derisa ti ta ndjesh, sikur po du lufton. Kjo letër duket sikur ti nga mbrapa shtëpinë e ke armikun tënd. Nëse ai përballet me armikun ose jo, gjithçka varet nga guximi i Shugos për të dy luftuar. Dragoj Meteo, në mbrojtje. Jam i manitur që quan veten një duelist me një lojë kaq pasive, Yugi. Por loja mbaron këtu. Do vendos këtë për fundin e lojës. Letra magjike e një roje. Për sa kohë që kjo letër është në lojë, të dy përbindesha do të qëndrojnë në pozicion sulmi. Dua ti mbaroj gjëra tani, por unë dua të pres një radhë para se unë të sulmoj. Tani Yugi, sulmo dhe më pas të gjitha do të mbaroj një herë e mirë. Shugo, jam i sigurt që ti e di tashmë, tani vetmi shans për fitoren e Jugit është vetëm dragoj Sykuq. Por nëse ai vendos Sykuqin dhe humb, jam i sigurt që letra do të merret. Atëherë unë do të rikthehem si në kohët e vjetra. A jemi të vërtet mirë, si që tani? Çfarë do të bëhet me ëndrrën tënde për të bërë një duelist? Tashmë je i mbaruar, Yugi. Nuk ke se çfarë të bësh më shumë se kaq. Unë nuk dorëzohem. Një duelist i fortë beson në potencialin për të fituar. E gjitha varet sa kurajo ke për të luftuar në fund të fundit. Dragoj Zyblu sjell fitore, por megjithatë, Dragoj Sykuq nuk sjell fitore, por vetëm potencialin e tij, por vetëm një që ka kurajo për të luftuar. Kurajo për të luftuar. Forca nuk do të bjerë në dorën tënde vetëm sepse ti e don atë. Është diçka që duhet të arrish vetë. Do ta bëj. Unë gjithashtu do të luftoj. Unë nuk po të dëgjoj, Shugo. Edhe unë do të luftoj. Shko, dragoj im. Shko, dragoj im Sykuq. Çfarë? Po prisja ti dëgjoja këto fjalë. Ti e paske këtë letër? Dragoj Bardh Zyblu sjell fitore, megjithatë Dragoj Sykuq nuk sjell fitore, por vetëm potencialin e tij gjithashtu. Ti s'ke shanse ta bësh. Nuk ndeshet ai me 3 dragojt e bardhë të mi me sy blu. Bashkimi. Ky është potenciali plot i Sykuqit. Nuk ka mundësi, kjo letër.
Mahnitëse. Ndoshta kjo është. Duhet të jetë dikush që mund ta bëjë këtë letër me potencial të plotë. Por këtë mund ta bëjë dikush që ka kurajë. Yugi, unë e pranoj humbjen time sot. Por mos harro, betejë ende nuk ka mbaruar. E them këtë sepse ti, Yugi, je kundërshtar i vetëm që i din të dy luftoj me mua. Ti ja dole, Yugi, ti ja dole, shoku! Faleminderit shumë, Joy.